asnjë lloj politike tjetër. Pra nëse duam një sistem mirëqenie të qëndrueshëm. Ndërkohë, situata në Akademinë e Shkencave dhe kjo klim pune që krijojmë në Akademinë e Shkencave përkoi bashkë me diskutimet që bëheshin në mesin e dekadës së kaluar, para 10 viteve që filluan këto botime, mbi rimodelimin e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Pra, kishte diskutime të shumta, politike, shkencore, institucionale, akademike, universitare, nga brenda vendit, nga jashtë vendit, se çfarë modeli të zhvillimit ekonomik do ndiqte Shqipëria. Duke u nisur nga gjendja në akademi, nga klima e punës që kryen në akademi, dhe duke e transferuar, duke e importuar këtë debat publik që bëhej në Shqipëri në akademitë e akademisë, pra kjo ishte një rrethant tjetër që mundsoi zhvillimin e këtyre formave dhe botimin sot të kësaj përmbledhje. Dhe ky ishte pra në këto forume dhe në këto botime ftuam personalitete nga MNZ të jetës së vendit, nga fushat e ekonomisë, por dhe fushat të përafërta me të, duke u përpjekur të krijojmë një kuadër të plotë të analizës së problemeve të zhvillimit ekonomik, të shëndoshjes së sistemit të mirëqenies dhe të luftës kundër varfërisë në Shqipëri. Dhe problemeve që lidhen me këto tre akse kryesore në të cilat fokusoheshin forumet. Dhe unë jam i njohës në radhë parë kolegëve në akademi, kryesisë akademisë të asaj kohe, edhe të kësaj kohe që e mbështetën këtë ide edhe këtë nismë me organizimin e forumeve dhe me botimin e materialeve të tyre, të cilat sot pas 10 vjetësh pra na tregojnë që akademia në kohë të mira dhe të vështira ka qenë një midis pune, ka qenë dhe e çndruar në akademinë në një kantier pune për të diskutuar problemet aktuale të zhvillimit të vendit. Kuptohet? Dhe në këto, kur thash që kemi ftuar studios, personalitete nga të gjitha fushat, kam parasysh që kemi një ansambël të tërë bashkëautorësh, 54 dhe më shumë që qëndrojnë bashkëpunëtorë të tyre, nga universitetet, nga akademia, nga qendrat e tjera të kërkimit shkencor, nga institucione, njerëz me pikpamje të ndryshme, të kundërta, dhe akademia ka qenë dhe forumet publike të akademisë, por dhe vetë akademia ka qenë gjithnjë e hapur ndaj mendimeve të ndryshme, ndaj mendimeve të kundërta, duke konsideruar ato të gjitha kontribute në përcaktimin dhe në evidentimin dhe në projektimin e zhvillimit ekonomik të vendit. Madje më kujtohet që diku para 5-6 vjetësh një pjesë, një botim i veçantë i akademisë ju kushtua artimit të një dokumenti ndihmës i cili ju dërguar qeverisë së Shqipërisë për të ndihmë për të mbështetur politikat e saj të zhvillimit ekonomik, që quajtëm, pasëm më korrigjoni se ka karta e gjelbër, për një dokument shkencor i akademisë, një produkt i akademisë në shërbim të qeverisë së Shqipërisë dhe institucioneve të tjera të Shqipërisë. Nga gjithë këto botime, ideuam që unë mendova që të zgjedh një pjesë të tyre, 5 botime, të cilat përfaqësojnë pak a shumë nërmë përfaqësuesit, dhe filluam me botimi i parë ishte dhe libri i parë ishte Rithemelimi i mirëqenies dhe zhvillimi si sfidant i varfërisë. Në ky libër, ideja qendrore e këtij libri është që ulja e varfërisë dhe shëndoshja e sistemit të mirëqenies në Shqipëri mund të vijë vetëm nga përshpejtimi i ritmeve të zhvillimit ekonomik. Dhe libri sugjeron aspekte kryesore të rishikimit të këtij korrelacioni midis rritjes ekonomike, zhvillimit ekonomik, dhe sistemit të mirëqenies dhe luftës kundër varfërisë. Dhe libri sugjeron mbizotërimin e politikave të zhvillimit përmbi politikat rishpërndarëse në sistemin e mirëqenies, të cilat ishin si thua mbisëlluese deri në atë kohë. Libri i dytë ka titullohet Asimetrit e zhvillimit si shkak i varfërisë. Libri niset nga premisa jo se zhvillimi ekonomik i një vendi duhet të jetë simetrik, asimetria është i parë e zhvillimit, por konstatimi i bashkëautorëve të këtij libri është që zhvillimi, asimetria midis elementeve të veçantë të zhvillimit të Shqipërisë
dëmtonte vetë këto aspekte. Pra kishte ende aq të thellë dhe shpërpjesime aq të dukshme në aspektet e zhvillimit sa që ato në disa raste përshpejtonin, frenonin ose ngadalësonin zhvillimin njëra tjetrës. Dhe libri sugjeroi ide dhe propozime konkrete nëpërmjet një debati se si mund të zbuten këto asimetri në mënyrë që të bëhen plotësuese të njëra tjetrës dhe jo frenuese të njëra tjetrës. Libri i tretë ishte që i përket forumit tretë ishte rimodelimi i zhvillimit në kontekstet lokale. Ky libër duke u nisur nga premisat e zhvillimit ekonomik dhe nga ato ide që ishin përpunuar në dy botimet e mëparshme, libri nënvizon idenë që rimodelimi i zhvillimit ekonomik nuk mund të mbështetet vetëm në teori, vetëm në pikpamje, vetëm në modele zhvillimi, por ka shumë rëndësi modeli i zhvillimit dhe rimodelimi i zhvillimit ekonomik duhet të mbështetet dhe varet dhe është derivat edhe i sjelljes individuale të qytetarëve, si konsumator, si prodhues, si sipërmarrës, pra me psikologjinë e tyre, me vlerat e tyre. Dhe ku nisur nga idetë e rëndësishme që nga Max Weber, Huntington dhe Fukuyama, pra libri analizon rolin e vlerave shoqërore, rolin e mentaliteteve individuale, të psikologjisë shoqërore dhe të psikologjive individuale në zhvillimin e tregjeve dhe në shëndoshjen e modelit të zhvillimit dhe të sistemit të medicinisë në Shqipëri. Pra, e vë modelin e zhvillimit edhe në funksion të sjelljes individuale të qytetarëve, gjë që për mendimin tim përbën një ide shumë të rëndësishme, sepse ne her pas here zhvillimin e konsiderojmë si produkt të mendimtarëve të mëdhenj dhe jo si produkt të punës së përditshme të atyre mijëra, qindra, mijëra e miliona qytetarëve që përpiqen të kontribuojnë secili në këtë zhvillim. Shumë e bukur. Po pra dhe mund të them që ky ishte një nga si thua një nga botimet më të rëndësishme dhe një nga arritjet më të rëndësishme të kësaj serie të forumeve publike. Pra që sjell pra një demokratizim të kontributeve në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të një vendi. Pra që edhe një qytetar që quhen veten të parëndësishëm është shumë i rëndësishëm në përcaktimin e zhvillimit, sepse në fund të fundit zhvillimi varet se si e përdor qeveria buxhetin e shtetit, por zhvillimi varet shumë dhe se si e përdor një qytetar dhe një familje buxhetin që ka. Dhe mirë është që këto të plotësojnë njëra tjetrën dhe zhvillimi shumëfishohet dhe mirëqenia konsolidohet dhe shëndoshet, atëherë kur mënyra se si qeverit dhe politikat e zhvillore mbështeten dhe sinkronizohen pra me nismat individuale, personale dhe qytetare. Libri 4 është përkthimi i rritjes ekonomike në Mërqinë. Nisim nga ideja që në Shqipëri kemi pasur një rritje ekonomike gjatë 20 viteve, kur para se të niste botimi i kësaj serie dhe i forumeve publike të Akademisë së Shkencave, konstatimi ishte që kemi pasur një rritje ekonomike, por që nuk prodhonte punësim. Dhe duke mos prodhuar punësim, nuk prodhonte mirëqenie, ose prodhonte një mirëqenie të përkohshme, të mbështetur në politika rishpërndarëse. Pra dhe shteti dhe qeverit argjonin shasira të konsiderueshme për programet pasive të rishpërndarjes së sistemit të mirëqenies, siç pagesat e papunësisë, pagesat e luftës kundër varfërisë, ndihmës ekonomike e tjera. Libri propozoi ide natyrisht dhe kishte edhe kontradikta, sepse në artimin në zhvillimin e këtij forumi dhe në botimin e 4, pra kishte edhe ekspert që kishin mendime kontradiktore dhe kjo ishte një vlerë e këtij botimi. Pra dhe kjo është shtuar në një vlerë të shtuar të këtij botimi dhe një nga konkluzionet ishte që rritja ekonomike të përkthehet, pra ndikimi reciprok i rritjes ekonomike në mirëqenie, në sistemin e mirëqenies, por dhe ndikimi i sistemit të mirëqenies në rritjen ekonomike. Dhe një nga konkluzionet ishte për shembull që mirëqenia e forcës së punës mund të shndrohet në një faktor të rëndësishëm të rritjes dhe të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Pra, në mënyrë që sistemi ekonomik, zhvillimi ekonomik, rritja ekonomike dhe mirëqenia stimulojnë dhe mbështesin reciprokisht njëra tjetrën. Dhe botimi i fundit i përfshirë në këtë libër është
pandemia dhe rimëkëmbja dhe kalimi nga politikat dhe nga përballja e tyre në shndrimi i vështirësive që krijoi pandemia në një oportunitet zhvillimi. Kjo është një gjë pa parashikuar nëse 4 librat e mëparshëm dhe gjithë dhe forumet e tjera që nuk janë pasqyruar në këtë libër pra ishin pak a shumë rezultate një parashikimi, një prognoze shkencore nga unë si nismëtar i këtij forumi dhe i kësaj ideje dhe nga kolegët bashkëautorë dhe nga kryesi i akademisë, do themi që botimi i fundit ishte një gjë e papritur sepse edhe pandemia era e papritur. Dhe pas gjithë kësaj përvoje 2-3 vjeçare të përballimit të pandemisë, menduam bashkarisht që të trajtojmë mësimet e nxjerra nga pandemia dhe se si vështirësitë, rrisjet, impakti që krijoi pandemia të shndërrohen në mundësi zhvillimi në pikpamje të orientimit drejt atyre sektoreve të zhvillimit që që të favorizohen pas pandemisë ose që drejt atyre sektoreve që mundsojnë që rreziqet dhe vështirësitë që krijoi pandemia të shndërrohen në mundësi rritje dhe zhvillimi pra në oportunitete dhe zhvillimi. Dhe siç e keni parë, gjithë kjo impulsi i madh që ka marrë zhvillimi i teknologjisë informacionit, komunikimi virtual, inteligjenca artificiale, unë mendoj që janë edhe një rezultat i sprovës së vështirë që kaloi njerëzimi, që kaloi qytetërimi bashkëkor dhe shoqëria shqiptare dhe gjatë pandemisë. Kjo ishte konteksti dhe këto janë ato disa aspekte kryesore që përfshihen në këtë botim. Duke falendëruar për prezencën suaj, faleminderit. Që u zgjata më shumë se sa duhet. Profesor, ju u zgjatët, po unë për vete u kënaqa duke dëgjuar zbërthimin tuaj në 5 problemet themelore që ka trajtuar kjo përmbledhje punimesh, dhe me thënë drejtën besoj se gjithë ne kemi nevojë të sqarohemi edhe për vetë arsyen që e thatë ju që edukimi makro, po edhe ai edukimi mikro, ai edukimi që si e qeverisim ne familjen, atë celulën e vogël të shoqërisë. Dhe kjo shumatore pastaj bën ekonomizimin e gjithë jetës së vendit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne duken gjëra thjeshta që na rrshqasin, po duhet t'i shohim me shumë kujdes. Dhe aq më tepër mendoj që duke çuditzuar edhe rastin që ju jeni një nga pjesëtarët e legislativit, mendoj që të ndikoni sa më shumë që këto libra që botohen në Akademinë e Shkencave, duke filluar nga ju e tjerë, kenë sa më impakt në politikë dhe të ndihmojnë sa do pak në politikë bërje gjithnjë më të mirë. Ta filloj nga leximi. Dhe në fund se më falni që harrova të them, në të djathtën tuaj është një person i cili meriton të falenderohet në mënyrë të veçantë Kela, në mënyrë të veçantë për gjithë këtë botim, por edhe për gjithë serinë e botimeve të forumeve publike të Akademisë së Shkencave, sepse i ka qëndruar tek koka nga fillimi në fund. Dhe ishte, e them me mburje, që ishte bashkëpunëtorja ime më e ngushtë. Sigurisht që ose ka ndonjë pyetje, ndonjë kuriozitet, ndonjë diskutim, koment, çfarë? Po, profesor. Për ju studentë që erdhe dhe pranishmët që erdhe tani, jemi në kuadër të panairit të 3 bashkëkombëtar të botimeve akademike dhe shkencore, një aktivitet shumë i rëndësishëm me 2 akademive të shkencave, në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit, pikërisht për të promovuar produktin shkencor që ndodh në hapësirën tonë bashkëkombëtare. Dhe pa diskutim, sot ka qenë një ditë e parë shumë e ngjeshur me aktivitete goxha të rëndësishme. Dëshiroj të them që ky aktiviteti ku akademika Aurela Anastasi paraqiti kontributet në botimin më të fundit dhe akademik Kosta Baraba bërë një përmbledhje të një veprimtarie, do ta quajmë mbi 10 vjeçare në fushën e sociologjisë, janë një kulminacion për 2 arsye. Së pari, sepse përgatitësit e këtyre botimeve janë 2 autoritete shumë të rëndësishme të Akademisë së Shkencave, të njohur për kontributet e tyre në fushat përkatëse, në mënyrë të veçantë, për faktin që rezatojnë një personalitet përtej një studiusi të mbyllur në ambientet e studios.
Profesoresha Aurela njihet për kontributet e saj të rëndësishme në artimin e legjislacionit modern të drejtësisë dhe Kosta po ashtu në fushën e sociologjisë dhe thelbi i këtyre promovimeve në mënyrë të veçantë në fusha kaq delikate siç është drejtësia apo sociologjia apo ekonomia që do kemi pas pak bëjnë një thirrje shumë të rëndësishme që ka të bëjë me faktin që elitat politike në Shqipëri, organet e qeverisë së Shqipërisë duhet të dëgjojnë mendimin e elitës akademike e cila nuk formsohet me njëherë, por vjen si rezultati një produkti shumë të gjatë angazhimesh, debatesh, ballafaqimesh, të cilat marrin në formën e këtyre dy librave kaq të rëndësishëm dhe të domosdoshëm do të thuaj, jo vetëm për ekspertët e fushës, por në mënyrë të veçantë për organet e qeverisë. Dhe një herë e nderuar Aurela, e nderuar Kosta, ju uroj sinqerisht nga zemra që u bët pjesë e aktiviteteve të panairit dhe shpresoj që të takohemi së shpejti për veprat e reja. Faleminderit. Faleminderit profesor, shfrytëzojmë kohën, kemi edhe një 5-6 minutë nga koha e planifikuar, nëse dikush dëshiron të pyes ose të komentoj, të thojë diçka.